Mos e ka marrë dikush pësi për elbet me na thermë të rejës trumbullakët. Si që murën vesh se njoni në ka qu selam me dalë në televizor me i bisedu disa punë. Me kejtë o gjallarët për respektivisht me Mulla Jakupin. Edhe unë po i baj selam këtu privati qova këtu po i baj selam. Kush është gati me neve me dalë me i diskutu qeshtë në televizor, duhet me u bo gati për 73 orë biset pa ndërprej. Mos po dënë dikush me dalë gjimësore apo një orë me bisedu në televizor me neve. Nas jemit një orës. 73 orë pa ndërprej, pa hongër, pa pi, pa flet, kush është gati me diskutu para popullit me neve duhet me dalë në televizor. Mos po dënë dikush me dalë në televizor me bisedu me neve, na falni, nuk ban me prish renin, këtu duhet ta majmë qetësien, ta majmë rendin, pyetjet me ren, përgjigjet me ren, për një pyetje një gjisën përgjigje, mos po dënë dikush me fol me neve kështu ha. Kush don me dalë me neve në televizor me diskutu në trijes, duhet me i hek pikat, edhe 2 pikat, edhe presjen, pik pyetjen, pik çuditën. Kejt këto 3 pikat, kejt duhet mi hek se na nuk kemi as pik, as presje, as 2 pik, as pik çuditë, as pik pyetje. Kejt këto kur diskutojmë i hekmi. Qka me diskutu mara i mjerë, mara i vëbekt në televizor ti? Qka po dënë mara ti me diskutu në televizor mara i marum? O ti që t'kalin nona musliman, e t'kalin baba musliman, ke shku mara janë tarsu në shëqatën e Jehovas cajgën, janë tarsu në shëqatën e dëshmitarve të Jehovas për me i ban shqiptar të jahudi mara i marum, po thirë ti Mulla Jakupin me folë në televizor? Me bisedu ti me ta në televizor? A je gati mërti për 4 muj me diskutu pa ndërprej me ka 4 saat gjumë dite? Ka së mëra lërgo prej ullës. Paguje një njeri me paret fshije me netëll prej gjadës teke. Ha shko jep ja dikuj pas marka me të qitë në kantën e bërlokit. Turpnov, shko thuj të shpia jote e stakfirullah. Thuj, o zët ma falë në mesin e shkësaj shoqënie islame muslimane shqiptare në Maqedoni, të cilën shoqëni e vizituan dietarë të mëdhej botënor edhe thanë se e kemi pa islamin në vend, të vetmin e kemi pa në Maqedoni të shqiptarët. Kështu thanë. Kush kaloi këtu pari në lavdroj, na tha se ishin njerëzit butë. Na tha se ishin shumë të sinqert, na tha se shumë ishin të ndershëm, na tha se ishin shumë mikpritës, na tha se ishin shumë human. Shumë human po i jepshin dinarin. Po i jepshin dinarin, tha po bajshin konak, po i jepshin të holla, po sakrifikojshin kur duhet. E mara ti që ke shku dëshmitarve të Jehovës me ju ba antar, e me i thirë muslimanët me i bo jahudi, e ato dëshëgjate e dëshmitarve të Jehovës e ka parim. Ato e kanë më duket se s'kam lexu për to shumën, e ndoshta eventualisht një 700-800 copa libra. Ato më duket se e kanë qendrën në Brooklyn të New Yorkut. Ashtu më duket, edhe prej parimeve të ative, si më s'jem pla kune shumë helvete, prej parimeve të ative është se gjennetin këtë dynjo është.